Mirë se erdhët në rezën tonë. Tani do të flasim për një tematik që na prek të gjithëve faktikisht, sepse është në komoditetin tonë, në prakticitetin tonë, në rehatin tonë dhe në freskin tonë, përdorimi i kondicionerëve. Por shpesher, ne mund të bëjmë shumë gabime të cilat janë të parikuperueshme, jo vetëm tek shëndeti jonë, jo vetëm tek alergjit, jo vetëm tek kursimi i energjisë, por nëse bëjmë zgjedhjen e duhur dhe nëse pyesim, informohemi, marrim informacionin e duhur për përdorimin e kondicionerëve, që si ti përdorim ato në dobi të shëndetit tonë dhe të mos kthehet në armikun tonë, patjetër që çdo gjë funksionon mirë. Cilat janë modelet më të mira për ju që ndoshta jeni duke menduar për të blerë një kondicioner apo për të ndruar kondicionerin e vjetër, për të marrë një kondicioner të ri, cilat janë modelet më të fundit, ata që kursejnë më shumë energji, a bën punë ndezja e kondicionerit dhe fikja e erëpasershme, kush shpenzon më shumë, cila mënyrë, ajo e lën njes për disa orë. Ka shumë pyetje të cilat do t'ja drejtoj tani Gazmen Sulolari, që është specialist i kondicionerëve dhe CEO i Sulolari Group. Mirë se erdhe, Gazmen, kënaqësi që je këtu. Me dy modele, ndoshta këto janë modelet më të fundit, por ne do të flasim për të gjitha modelet që kemi në shtëpi. Po, patjetër, këto janë modelet më të fundit të Mitsubishit elektrik. Tani, të gjitha familjet, nuk ka familje që s'ka një kondicioner, po edhe ata që nuk e kanë atë freskues dhe gjejnë një mënyrë për të freskuar tani në temperaturat e larta. Pyetja e parë që dua të bëj, cili është gabimi më i shpeshtë që ti ke vërejtur në përdorimin e kondicionerëve? Atëherë, unë po e nis nga gabimi që te montimi që në fillim, kur teknikët vinë dhe montojnë një kondicioner në shtëpinë tuaj. Duhet gjeni vendin e përshtatshëm. Asnjëherë nuk duhet vendoset kondicioneri afër krevatit, sidomos dhoma gjumi, ose në vende që ju shqetësojnë, që janë drejt për drejt me një tavolinë që jeni që të fri përballë. Pastaj, e dyta është që pastrimi i filtrave të kondicionerit. Kjo harohet nga ne, nuk është një praktikë që harohet shumë dhe ka kondicionerë që mund të jenë 2 vjet, 3 vjet që nuk pastrohen asnjëherë. Dhe po t'i hapësh ato lloj kondicionerësh janë. Po, ta nisim te gabimi i parë që u përmendët tek vendi. Ku është vendi më i përshtatshëm dhe cili është vendi më i gabuar? Më i gabuari ndoshta e përmendë pak përballë, ndoshta te vendi i divanit. Sepse sidomos verës që ne gradojmë në ftohje dhe temperaturat që ne mundohemi gjithmonë që t'i çojmë minimale që asnjëherë nuk duhet, 17 gradë, 18 gradë. Po, flasim edhe për gradacionin. Po, duhet vendoset gjithmonë. Në dhomat e gjumit mirë është mbi derë. Gjithmonë, sepse edhe hapësirën ta lejon që nuk të një hapësirë që mund vendosësh diçka tjetër, edhe nuk të bie asnjëherë ajri atje ku qëndron ti në krevati. Kështu që aty është në sallon, në kuzhinë, në sallonet që janë të mëdha, atëherë duhet pa gjithmonë vendi më i përshtatshëm. Jo vetëm që mos të shqetësoj, por edhe që të bëj ngrohjen ose ftohjen më të mirë. Sepse nëse ne vendosim, zakonisht janë hapësirat më të mëdha, dhe nëse ne e vendosim me një cep atë kondicionerin, të kthym andej nga që nuk bën asnjë gjë fare, atëherë e qartë. Te pjesa e filtrave, mund t'i hapim të dyja, të tregojmë pak pjesën e filtrave, pastrimin e tyre, sa i rëndësishëm është dhe sa shpesh Gaz duhet pastruar filtrat e kondicionerit? Po, filtrat e kondicionerit minimumi një herë në 2 javë duhet pastrohen. Minimumi. Po, sidomos verës, po sepse po ta vesh re këtij filtri këtu, është shumë kollaj dhe nuk do asnjë gjë që të merr. Çfarë materiali ka filtri? Kjo është antibakterial. Po. Është material antibakterial që jo të gjithë kondicionerat e kanë normalisht. Janë kondicionera që po këto të Mitsubishit janë që kanë filtrin më të mirë të mundshëm. Dhe duhet lahen jo me solucione, asnjëherë nuk përdorin solucione me liozgrasator sepse është bërë shumë pis edhe ne t'i lajmë, asnjëherë sepse të shkakton alergji. Duhet lahen gjithmonë. Për shembull që e vën në punë, ajo direkt shkakton në ambient. Absolutisht. Si pastrohen më mirë? Është shumë e thjeshtë, vetëm me ujë të pastër ose me një feri, detergjent shumë të lehtë. Detergjentenësh, çfarë kemi, çfarë përdorim? Po, asnjëherë nuk përdorim gjëra të rënda dhe po zakonisht me ujë, po ta la shumë shpesh, vetëm me ujë është super okay. Të ngrohtë apo të nxehtë? Të vakët. Edhe uji i nxehtë bën nuk ka nevojë për ujë të nxehtë. Okej. Sepse po të jetë shumë i nxehtë, rrezikon që ta djeg filtri. Se varet sa grad, mund të jetë 80 gradë, ajo digjet. E kuptova. Kështu që zakonisht i vakët duhet. Një herë në 2 javë, më pas lihen të thahen apo i thaj me tharse? Po, lihen të thahen, ose nëse i ke urgjente, do t'i thash me tharse ose me në një leskë të thatë,
që thahet shumë shpejt kjo, dhe e vendosën. Por asnjëherë të njoma, sepse po ti vendosësh sot të njoma, ti deri necër është bërë shumë më keq se sa kanë ata të dyja. Është bllokuar dhe ai nuk ftof, por përveç se nuk ftof, ka dhe efektet të tjera absolutisht, arësore. si te kursimi i energjisë, si te çdo gjë tjetër. Domethënë edhe te kursimi i energjisë, filtri është. Si na kursejnë energji filtrat? Po shiko, është njësoj sikur ne të zëjmë frymën dhe të heqim me sforca. E njëjta gjë është edhe kjo, që nëse kjo bllokohet, kondicioneri do funksionojë shumë keq, do funksionojë me sforca shumë të mëdha dhe gjatë gjithë kohës do harxhoj sepse ai nuk arrin që të çojë temperaturën e duhur në ambient. Më trego pak çfarë është ky klasi i kondicionerëve, A+, A2+, A3+, dhe sa ndikon ky në kursimin e energjisë? Patjetër. Atëherë, që nga klaset për shembull që ka qenë A në fillim inverter i parë ka dalë me A. Po. Dhe pastaj ka dalë A1+, A2+, dhe aktualisht është A3+, që është më e mira, inverteri më i mirë për momentin. Pse është më i miri A3+? Në kursimin e energjisë. Sa kursen ai? Atëherë, A3+, shiko, duhet flasim për marka serioze, sepse ti mund të lexoj A3+ në çdo lloj marke, por që nuk janë. Flasim për marka serioze që e kanë tabelën vërtet që është A3+, ai mund të kursej ky kondicioneri, për shembull, që po flasim. Krahasojmë këtë kondicionerin mural me kondicionerin toksor, kështu quhet. Po. Kondicioneri toksor gjithmonë ka kursimin më të lartë të energjisë, sidomos në ngrohje. Pse? Sepse vendoset poshtë dhe ajri ngrohet derisa se tendencën e ka gjithmonë përsipër. Po. Dhe derisa të shkojë lart, ai e ka ngrohur ambientin poshtë. Dhe ngrohjen e bën shumë më të mirë sepse normalisht ti po të kesh një shtëpi të ftohtë me një kondicioner mural të thjeshtë, nga këmbët se ndjen asnjëherë të ngrohtin. Po. Dhe je gjatë gjithë kohës. E kundërta është me freskinë apo? Po, me freskinë po, sepse freskia gjatë gjithë kohës e ka tendencën i ftohtë për poshtë. Qartë. Tani nga këta të dy kush shpenzon më shumë? Ai apo ky? Atëherë, aktualisht ai që shpenzon më pak është ky. Ai që shpenzon pak më shumë me diferenca shumë më të vogla është ai. Ky ka filtrat edhe pjesa e kondicionerëve, më ndihmo pak që t'i hapim, t'i tregojmë filtrat dhe e njëjta këshill, e njëjta mënyrë për t'i pastruar filtrat, sa më shpesh të jetë e mundur. Është shumë e thjeshtë, domethënë është diçka që është shumë praktike. Madje këto që janë toksore kanë më praktike për pastrimin apo jo? Është shumë gjë. Shiko, janë 2 minuta punë. 2 minuta punë. Dhe nuk vlen që ti lejsh kalamajt apo... Jo se kam dëgjuar që njerëzit i pastrojnë thjesht një herë në sezon edhe... Po, është e vërtet. Mjaftohen me aq, duke patur parasysh që sa shpesh përdoret një detaj kondicioneri të vogël, unë kam qenë emigrant në Itali dhe atje i bëshin shumë këto pastrimet profesionale. Kur kam ardhur në Shqipëri para 6 vjeç, në Shqipëri nuk ekzistonte fare pastrimi profesional. Çfarë bën një pastrim profesional ndryshe nga ai pastrimi familjarëve periodik? Atëherë, pastrimi profesional duhet të jetë një ekspert. Nuk e bën dot kushdo, nuk e bën një individ cili do. Duhet të jetë një ekspert dhe duhet lahet, duhet pastrohet, duhet lahet tamam, duhet lahet me ujë, është një solucion që është apostafat për kondicioner, që mos shkaktoj alergji, dhe që të djegi çdo gjë që ka brenda serbentina, ai filtri brendshëm që mban ato grincat e vogla të pluhurit edhe të... Doja të ndaleshim pak gaz tek temperatura. Temperatura që duhet të montohet apo të vendoset përmes pultit, kondicioneri në varësi të temperaturës që është në ambient. Nëse sot temperatura është 35 gradë jashtë, brenda sa duhet të qëndrojë dhe për sa kohë do ta mbajmë të ndezur kondicionerin? Atëherë, kondicionerin nëse është e nevojshme, s'ka nevojë ta fikni fare, domethënë për 5 orë, 6 orë, aq sa ju nevojitet. Po njerëzit mendojnë 5-6 orë ndezur, por na shpenzon shumë. Jo, edhe 12 orë. Në ngrohje mund ta mbash edhe 18 orë. Po. Në ngrohje, për shembull, dimrit që ke nevojë sepse jemi një ambient tot dhe të harxhon shumë pak. Ka njerëz që fik ndis. Jo. Ta fikim tani se shpenzuam shumë. Ta ndizim se tani se është shumë vap. Është shpenzon më shumë kur e lëm në këtë formë. Absolutisht, sepse çan ndodh kondicioneri, orën e parë harxhon derisa ambienton temperaturën. Që e përshtat me... Po, që e përshtat me temperaturën e jashtme. Pastaj, ai çdo 2-3 gradë që luhat temperatura brenda, fiket ndizet vetë. Po. Dhe nuk është e nevojshme që ne të rrim ta fikim,
ta ndezim, se nëse e fikim, ai për 10 minuta prap njësoj të bëhet ajri. Do filloj përsëri nga e para procesin. Dhe ti nuk do rish për 10 minuta që ta ndezësh prap. Që do të thotë ka 3 fishin ose 4 fishin e kostos më të lartë. Pra gënjejmë veten. Nëse ne fikim disë, meqense mendojmë që ta fikim të tension të absolutisht. Nuk kursen asgjë. Gjithmonë unë klientëve u them që nuk ke pse ta fikësh. Je 10 orë në shtëpi. Le 10 orë. Ama rregullor temperaturën. Tani 35 jashtë janë temperaturat. Brenda duhet ta vendosim kondicionerin në cilën grad? Edhe 27 edhe 28 gradë. Është optimale, nuk është e dëmshme. Nuk është fare e dëmshme, por nuk duhet pretendohet që nëse ti e le 28 gradë brenda, nuk do të pretendosh se ka njerëz që e duan 20 gradë. 18 gradë, janë mësuar gjatë gjithë kohës. Kjo është në dëmin e tyre apo në dëmin e kondicionerit apo të shpenzimit? Gjëja e parë është në dëmin e tyre, në dëmin e shëndetit, pastaj është në dëmin e kondicionerit, që normalisht sforcohet shumë, se një temperaturë e lartë brenda, jashtë, normalisht edhe brenda ai do punojë, do sforcohet, patjetër. Dhe pastaj tjetra është që harxhon shumë energji elektrike. Sa më të përafta të jenë temperaturat e brendshme me të jashtmen, aq më pak harxhon kondicioneri. E kuptova. Për kaq orë sa ju po thoni për ta lënë ndezur kondicionerin si për të freskuar ashtu edhe për të ngrohur ambientin, a e than ambientin, a e than ajrin, kjo është e dëmshme për pjesën e ajrit brenda, duhet ajrosur shpeshherë, të hapet balkoni? Shpeshherë duhet ajroset dhe varet nga kondicionerat që përdorim, sepse ç'a ndodh, tregu ka edhe kondicionera që janë shumë të thjeshtë, që realisht nuk kanë cilësi ajri. Dhe ato janë shumë të dëmshëm. Por nëse gjithmonë përdor një markë, s'është e thënë vetëm Mitsubishi, se Mitsubishi është më i mirë, por s'është e thënë mund të kesh edhe marka tjera në treg. Patjetër, në treg ka lloj-lloj markash. Por që janë, vetëm nuk duhet bëhet gabimi asnjëherë që të merrni gjën e lirë. Më mirë investon që në fillim, si me pozicionimin, me teknikun që do të vijë për ta montuar dhe e ke për gjithë jetën? Dhe një këshill për të gjithë njerëzit që vendosin kondicionera. Dëgjoni teknikun. Çfarë bën tekniku më shumë se sa ne mund të bëjmë? Po sepse tekniku... Ka njerëz që thonë, di unë ta montoj, po se është gjë e thjeshtë e monton, ne ve aty pozicionon. Ne flasim për teknik, nuk flasim për amator. Flasim për njerëz që janë specializuar për këtë punë, që janë certifikuar. Unë gjithë stafin që kam në punë janë gjithë me certifikat, që janë specialistë tamam për atë punë. Dhe në momentin që të thotë, sa ai nuk i kushton gjë, si ta vendos me një krasin krahun tjetër. Ne duhet bëjmë më të mirë, ne duhet sugjerojmë më të mirën gjithmonë. Shumë tek dhoma e fëmijëve, ku e rekomandoni për të vendosur Mbi kondicionerin? derë, nëse është e mundur mbi derë, që mos të ketë fare lidhje kontakt drejt për drejt me krevatin. Edhe kjo ndoshta është sipas strukturës së dhomës, se mund të jetë krevati përpara derës, për shembull. Por gjithmonë do shmangim krevatin. Krevatin kur ai fryn përballë, sepse e para do ankohemi të nesër me dhimbje muskujsh dhe probleme të tjera shëndetësore shumë të rënda madje. Ose ke edhe variante toksore që këto mund t'i përshtatës shumë mirë, edhe mbas dere, gjithmonë gjesh një vend që nuk të shqetëson kondicionerin. Mund të më tregosh si mu duhet ta zgjedhim kondicionerin në varësi të sipërfaqes së sallonit, për shembull? Po, gjëja që bëjnë shumë gabim njerëzit, edhe marrin që kondicionerin e gabuar për sipërfaqen e gabuar. Shumë herë vinë dhe thotë, du një kondicioner 9000 BTU për 20 metra katror, 25 metra katror, ndërkohë që ai nuk bën asgjë. As nuk ngro, as nuk fto. Po sidomos ngroja, se ngroja është më problematike, domethënë kërkon më shumë potencial. Për një dhomë 4x4, që zakonisht janë 4x4 dhomat, gjithmonë rekomandojmë 12 BTU. 12.000 BTU. Pra, sa e keni sipërfaqen, pra këtë gjë e zgjidh tekniku, e zgjidh eksperti që të mos... Në momentin që ju shkoni dhe pyesni në dyqan që shiko, duhet blej një kondicioner, atëherë gjithmonë duhet tregoni ambientin, sa metra katror është, që t'ju rekomandojnë tamam çfarë ju duhet. Vinë shumë tjerë që thojmë dum një 24.000 BTU për një dhomë që është 20 metra katror. S'ke që do, është gjuna, ti po harxhon shumë lek për të blej një kondicioner që është më i madh se ç'duhet. Po. Çfarë ndodh nëse ka njerëz që thonë po më rrjedh kondicioneri? Çfarë mund të ketë ndodhur tek pajisja? Atëherë, kondicioneri nëse rrjedh te pjesa e ujit, te kondensimi i ujit, atëherë do të thotë që nga papastërtit është blloku
tubi, ka një tub shkarkimi. Mund ta kthejmë pak, të tregojmë pak gjithë strukturën. Pra, ky tubi këtu është bllokuar dhe normalisht do të... Dhe ç'a ndodh, ai normalisht do pikoj ky tubi, gjithmonë lidhet me sistemin e shkarkimit të ujrave të bardha. Po. Dhe qofse bllokohet, do të thotë që nga papastërtit, atëherë ka ndodhur që është bllokuar dhe duhet pastrohet. Qartë. Ndodh që kemi lënë kondicionerin ndezur, po paralelisht me të edhe do i ndritare apo balkonin. Edhe themi mbyllë balkonin se prishet kondicioneri. Prishet vërtet kondicioneri apo ka të bëjë thjesht me mos funksionimin siç duhet në freski apo në ngrohje? Kondicioneri nuk prishet, nuk prishet kondicioneri, por problemi është te filtrat. Që do të thotë, nëse ti le derën hapur, gjëja kryesore është që gjithë pluhuri që të vinë nga jashtë, se duket sikur s'ka, por kondicioneri, kur thith ajrin, e tërheq. A e pastron ajrin, kondicioneri? Patjetër që e pastron. Dhe e tërheq edhe atë pluhurin e imët që mund të ndodhë me një cep apo ku digjan. Kështu që edhe po t'jetë dritarja hapur, mbushet shumë shpejt sepse e merr direkt nga jashtë. Se ka atë fuqin thithse, kështu që prandaj dhe dritarja do të. Kështu që e dyta është që nuk bën punë. Do me thënë, nëse ti le një dritare hapur dhe ke kondicionerin ndezur, si t'jetë në verë që kërkon që të freskohesh, si në dimër që kërkon që të ngrohesh, nuk të bën punë. Normalisht dyert dritare duhet jenë të mbyllura gjithmonë. Absolutisht. Por nëse e lëm kondicionerin gjithë natën ndezur për shkak të vapës përvoluese, a është e shëndetshme apo bëjmë gabim? Për verës nuk është shumë e shëndetshme. Po për dimrit? Për dimrit është pak më mirë, sepse kërkon ngrohje, mund të kesh fëmijë të vegjël dhe të duhet. Gjithsesi tek ngrohja ndoshta duhet të kemi parasysh për pjesën e tharjes së ajrit, ndoshta diçka që... Po, nëse zgjidhi kondicioner të mirë, prap nuk ka problem. Nuk ka problem, pra varet te cilësia. Po, të gjithmonë te cilësia. Në verë pse nuk është e shëndetshme? Në verë është e shëndetshme për arsye sepse ç'a ndodh, shumë herë madje lën edhe temperaturën e ulët shumë dhe flejnë në dhomë me kondicionerin ndezur. Nuk është e shëndetshme sepse ftohesh. Patjetër, është e ditur kjo pjesa. Mos kishte pjesës së tharjes së ajrit e padyshim që temperatura bën diferencë. Në ftohje asnjëherë nuk thahet ajri. Domethënë, tharja e ajrit ndodh gjithmonë në dimër, në ngrohje, kur funksionon kondicioneri në ngrohje. Kurse në ftohje jo, sepse ç'a ndodh, ka kondensim gjatë gjithë kohës. Ka ujë që shkarkon ky tubi, që kur del ajri është gjithmonë ajër jo i thatë. Është ajër që është edhe kjo informacion i dobishëm, patjetër për ta treguar edhe një herë. Pra, temperatura bë ka shumë diferencë dhe këto dy gabimet më të mëdha që njerëzit bëjnë është padyshim gradimi i kondicionerit. Patjetër. Asnjëherë kondicioneri mos i fry në trup. Ai ajri ftohtë asnjëherë nuk do të jetë në trup, sepse pasojat do të jenë të mëdha, shoh shumë njerëz që janë të ftohtur me bajame, me ftohje të rënda, dhimbje muskujsh. Sidomos për fëmijët është shumë e rëndë. Asnjëherë nuk duhet që të leni kondicionerin, sidomos të i fri fëmijës, sepse mund të duket shumë mirë në atë moment që ti ke shumë vapë dhe mund duket sikur të freskon, por të bëri gropën. Në momentin që ne themi që shiko, përveç se këtyre pasojave, për shkak të ftohtit, pasojat të tjera janë dhe alergjitë ndryshme. Tani, nëse ne jemi të rregullt në larjen në pastrimin e filtrave, a kemi rrezik për alergjitë që mund të shfaqen nga fryrja e ajrit të ftohtë? Atëherë, gjithmonë duhet keni parasysh, alergjitë më të mëdha kondicioneri jep në ngrohje, jo në ftohje. Sepse gjithmonë i tkurr mikrobet i ftohti. Dhe bëhet si burim për të shumuar, apo ajri ngrohtë edhe... Ngroti po, ngroti gjithmonë i shumot mikrobet dhe alergjia përhapet më shpejt. Prap vim te gjëja që ne duhet vendosim një kondicioner të shpenzojmë. Të shpenzojmë në fillim që të vendosim një kondicioner që të jetë si me filtrat mirë dhe si me kursimin e energjisë të mirë, sepse dy gjërat më të rëndësishme këto janë, që ti të kesh një kondicioner të shëndetshëm, nuk është çështja thjesht vendosësh një kondicioner të ftohtë dhomën, po ti dhe i shëndetshëm nga ana tjetër nga si pajisja. Absolutisht. Dhe kursimi i energjisë, pastaj që normalisht është investimi më i mirë, edhe shpikja më e mirë duhet të thonë. Absolutisht. Është zgjidhje për vapën, zgjidhje për të ftohtin, për ambientet e mëdha. Që në sistemin e parë, pra ata që janë duke mobiluar apo duke arreduar shtëpinë e tyre, patjetër ju do t'i rekomandonit një prej këtyre të dyjave, toksori apo murali, në varësi të hapësirës apo... Në varësi të hapësirës, gjithmonë bëhet në varësi të hapësirës. Këto janë gjithmonë seritë më të mira që ka sot për sot teknologjia e fundit. Është dhe më praktike. Që te kursimi energjisë, që te filtrat që kanë, mund t'ju demonstrojnë që ashtu. Kjo është seria LN e Mitsubishit elektrik,
Kjo ka një sensor termik që bën të mundur ngrohjen ose ftohjen e ambientit atje ku ty të nevojitet më shumë. Me inteligjencë të orientuar pa tjetër. Dhe ka edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme, që gjën e parë që zgjedh sensori termik është për kalamajt e vegjël, që nëse janë të ulur diku që po lozin, sidomos dimrit, ajrin më të fortë e përqendron atje. Në qoftë se ne harruam ndezur këtë lloj kondicioneri dhe dolëm nga shtëpia, ki nuk punon. Me sensorin termik kontrollon gjithë ambientin dhe e shikon që s'ka njeri dhe s'takon fiket. Pra ky ndjek si sensor ndjek ku janë të pozicionuar personat e familjes. Dhe në moment që ti futesh në shtëpi... Ka shi zgjuar dhe inteligjent. është fjala e fundit e teknologjisë. Super. Dhe në moment që vin ti, që e ka harru ndezur është fik, direkt të lexon që u futat e dera, dhe ndizet automatikisht prap vetë. Do të thotë që e ke gati. Ti largohesh nga dhoma, ai fiket sepse s'ka jo, njeri. Nga dhoma jo, sepse ai pret që ti patjetër, ai pret një afat që të kontrollon dhe pret që nëse ti për disa minuta nuk shfaqesh në ambient, ai fiket. Patjetër. Okej. Plus filtri, pastaj që ka edhe një filtr të veçantë. Në fakt, që jo çdo kondicioner se nuk është vetëm ky filtri. Është një rrjet mbrojtje, po patjetër. Ja t'ja shpjegoj. Sa rëndësishme është të pastrohet jo vetëm bariera e parë e filtrit. Pra, për të pastruar jo vetëm filtri, po ka nevojë edhe pjesa e brendshme, çdo kondicioneri, jo vetëm këtë model që po tregojmë. Është filtri tjetër këtu, që është ky filtri këtu, që djeg çdo lloj mikrobi dhe ndihmon në alergjitë, në viruset, në çdo gjë të mundshme. Që i djeg. Përdoret edhe nëse pi cigare në dhomën e gjumit, ai arrin që mos ta ndjesh fare patjetër. Edhe nëse gatun ti në kuzhinë dhe është ky kondicioner i ndezur, ki arrin që ta pastroj ajrin. Ja, këtu do pyesë, se kanë zonja që përveç aspirimit që kanë mbi sobë, nëse ai nuk është i duri edhe fillon që do deri diku, sa ndihmon në largimin e aromave të këqija kondicioneri? Ky kondicioneri këtu mund të vetëm ky apo dhe lloje të tjera që ne janë pak modele. Ka këtë fuqi, këtë aftësi, të largojë dhe aromat e këqija. Patjetër, dhe deri në 68% arrin që ta largojë çdo aromë të pakëndshme, gatimi apo të cigares. Në viruse, në alergji, një gjëra të tilla deri në 90 deri në 100% e ka potencën. Ne si kulturë, ne si shqiptar, sa le themi kuriozitet shfaqim për të marrë dhe këto informacione shtesë kur vendosim të blejmë apo të ndrojmë kondicionerët? Atëherë. Krahasuar me qenë se vjen nga një kulturë tjetër italiane, krahasuar me kulturat e tjera. Atëherë, unë ju them këtë, kulturën kryesore duhet ta kemi ne si shitës. Në momentin që ne na vjen një klient e dyqani, ne duhet t'i rekomandojmë gjën më të mirë të mundshme. Ne nuk mundemi që thjesht t'i prezantojmë një kondicioner klientit dhe t'i themi kushton kaq. Mirë, ai do të zgjedhë për shembull kondicionerin më të lirë. Po. Se aq buxhet ka. Patjetër. Ti do t'ja shpjegosh të gjitha modelet që ke. Dhe pastaj në fund, ai vendos se kë do blej. Po. Por ti do t'ja sqarosh që edhe ky, sepse shumë njerëz nuk e blejnë një kondicioner të shtrenjtë nga mungesa e informacionit, se thotë, ç'a ka ky që bën krahasuar me X lek me këtë tjetrin që bën pak. Ç'a ndryshimi ka? Qofse ti e bind klientin dhe i thu që ka këtë që ai nuk e ka, e blej. Ama është se ajo që themi ne investojmë që në fillim ne dhe pastaj kursejmë në vazhdim se ta përdorim për gjithë jetën. Një kondicioner minimalisht jetë gjatësinë e ka minimalisht 20 vjet. 20 vjet pa mund. Nëse investojmë që në fillim nuk e ndrojmë për 20 vjet. Dhe po të bësh krahasimin e kostës që ti ke shpenzuar në ditën e parë që e ke bler me kostën që do kursesh gjatë gjithë kësaj kohe, ti e ke shumë të lartë. Nëndon ke bërë një kursim shumë një investim si çdo investim tjetër që është nëse ti blen diçka të lirë, plus që do të prishet shpejt për të fjalë fare, por që gjatë gjithë kohës ke atë korrentin që të vinë faturat e energjisë. Korrentin, ndoshta nuk të ftoh apo të ngroh si ç'duhet. Patjetër, është çështja e alergjisë pastaj që është shumë problematike. Çështja e alergjisë dhe që këto nuk i vrejmë shumë, po që themi nga e mora këtë alergji ose ka një lloj bakteri që kam dëgjuar që qarkullon nëse ti nuk je vigjilent për t'i pastruar siç duhet filtrat dhe për të zgjedhur pajisjen e duhur.
Dhe pasi shkaktojnë këto problemet e tjera, derivate. Shiko, ndodhen, se ka edhe një detaj tjetër që jo pa qëllim mora këtë modelin, që po të vejmë re, këtu kalon i gjithë ajri. Serbentina, që quhet kjo këtu, është me flet alumini dhe është serbentin e pjekur në gradë shumë të larta. Dhe më thonë që i bjet diku të afër 2000 gradë, që është pjek. Dhe këtu, kjo nuk merr asnjë lloj bakteri që ta ngjesi në të. Nuk e pranon. Në moment që ti e lan, e pastron, është super okay. Po. Besoj se dham disa këshilla të duhura, po ka njerëz që se kanë mundësinë e blerjes së një kondicioneri dhe përdorin freskuset. Mund të bëjmë një krahasim, ndoshta jo të efikasitetit që ka njëra apo tjetra, po çfarë dëmesh mund sjellin nëse se thonë më mirë freskuse se kondicioneri na fto. Jo, nuk është e vërtetë. Ne i tham ato Nuk këshilla është e që vërtetë, nuk të fton nëse mban temperaturën. Një freskuse të fto edhe më keq, sepse çfarë ndodh që të freskoj freskusja ti duhet të rish përballë. Ndryshe nuk freskon, sepse ajo nuk është se fto, ajo thjesht fryr. Po. Dhe në moment që ti ke djersitje në trup dhe gjatë gjithë kohës e ke fryrjen përballë, atëherë e ke më keq se sa një kondicioner. Do të thonë është nuk të bën asnjë lloj efekti, do me thënë në ftohje, sepse nuk fto realisht, ajo thjesht qarkullon ajrin e ambientit. Nuk është se bën. Ama në çik të ndryshosh pozicion, djersitesh direkt nga. Absolutisht, sepse ajo nuk është se ngre temperaturën ose ul temperaturën, ajo është aq, thjesht qarkullon. Shpenzon më shumë freskusja se sa kondicioneri? Varet, sepse janë disa freskuse që janë më të mëdha, ato shpenzojnë, kurse ato që janë të vogla, janë pa përfillshme, por që nuk bëjnë punë. E qartë. Gast, falenderoj shumë për informacionet që ndam sot, një temë shumë e dobishme në këto ditë të nxehta ku zgjedhemi vetëm të freskohemi, por të kujdesemi mbi të gjitha për pasojat që mund të ketë kondicioneri dhe kursimi, si ta përdorim atë me mençuri që edhe të marrim benefitet, freskohemi të shijojmë ditën brenda shtëpisë tonë, por mbi të gjitha për buxhetin ekonomik. Mos harroni edhe një herë, një kondicioner që fike ndizet shpeshherë kur harxhon më shumë se sa një kondicioner i lënë për disa orë të tëra ndezur në temperaturën e dur, gjithmonë një diferencë me 4-5 gradë nga ambienti jashtëm, pak a shumë sa më këto. Varet, nëse janë temperaturat shumë të larta, mund të lëvizë edhe me 10 gradë. Edhe me 10 gradë. Nëse është 40 jashtë, 30 patjetër duhet të jetë kondicioneri i vendosur në ambientet e brendshme. Kujdes mos i qëndroni përballë, sepse problemet shëndetësore që po dëgjojmë kohët e fundit janë me të vërtet masive edhe sigurisht me pasoja të rënda për shëndetin. Shumë faleminderit, uroj ditë të mbarë. Faleminderit ju. Faleminderit gjithashtu dhe juve që na ndoqët, kalofshin ditë të bukur sot dhe kujdes me temperaturat.